Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillim lajmet në televizionin 4+. Koncerti në dvere dhe muzik solli një atmosferë festive në qytet. Qindra qytetarë shijuan koncertin me artistët lushnjar dhe këngëtaren Era Rusi. Koncerti në dvere dhe muzik, një mbrëmje plot energji muzik live dhe argëtim për të gjithë, u organizua mbrëmjen e së hënës në sheshin e qytetarëve nga Qendra e Artit Vaçezela me mbështetjen e bashkisë në kuadër të aktiviteteve verore. Në skenë u ngjitën këngëtarët dhe artistët më të njohur të qytetit, Ani Myzeqarja, Valbona Hekurani, Ergita Bahja, Gëzim Xhaxhai, Nikoleta Mati, Servet Jeshili dhe Andrea Nasto, të cilët sollën për publikun një repertor të larmishëm me këngë të njohura. Pa pretendime, që lusoja si e marë, të doja ty për vetën time, për shpirtin që e kisha sjarë. Atmosfera u ndes edhe më shumë me ngjitje në skenë të këngëtares së njohur Era Rusi. E pritur me duar trokitje nga qindra qytetar, ajo interpretoi disa prej hiteve të saj më të njohura, duke krijuar një atmosferë festive ku publiku këndoi dhe vallëzoi së bashku me artisten. Pjesë e mbrëmjes artistike ishin edhe grupet e valleve, të cilat sollën koreografi dhe valle tradicionale, duke i dhënë edhe më shumë ngjyra koncert. U ndoq nga qindra qytetarë, të cilët duar trokitën artistët gjatë gjithë mbrëmjes, duke e kthyer në dvere dhe muzik në një tjetër event të suksesshëm të kalendarit veror në Lushnjë. Sekretari i Këshillit të Etikës në Kuvend, Ulsi Manja, tha për mediat se përjashtimi i deputetit dhe kryetarit të Partisë Mundësia, Agron Shehaj, lidhet me nxjerrjen e dokumentit sekret nga salla, kurse deputeti Korreshi kundërshton procedurën e administrimit të marrëveshjes. Sekretari i Këshillit të Etikës në Kuvend, Ulsi Manja, ka reaguar pas vendimit për përjashtimin me 60 ditë të deputetit dhe kryetarit të Partisë Mundësia, Agron Shehaj. Sipas tij, masa disiplinore është marrë pasi Shehaj nxori jashtë sallës së Kuvendit dokumentin sekret të marrëveshjes, ndonse kryetari i Kuvendit kishte përcaktuar që ai të lexohej vetëm brenda ambienteve të kësaj salle. Duke komentuar edhe incidentin e ndodhur gjatë tensioneve në Kuvend, Manja uroi shërim të shpejtë për punonjësen e administratës që mbeti e dëmtuar. Ai theksoi se vlerësimi i elementëve të mundshëm të një vepre penale nuk është kompetencë e Këshillit të Etikës, por u takon organeve të hetimit. Rasti është i paprecedent. Nuk ka ndodhur ndonjëherë, të paktën për mua si sekretar në kaq vite që jam deputet në Kuvendin e Shqipërisë, ku të jetë fshirë vija e respektit reciprok ndërmjet deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, por dhe stafeve që na mundsojnë të ushtrojmë funksionet tona si deputet. Ishte shumë i qartë deklarimi i kryetarit Kuvendit dje që dokumenti është konfidencial dhe deputetët ftohen ta lexojnë sipas rregullave të përcaktuara në sallën Gerti Bogdani. Zoti Shehaj e pa të gjithë publikisht, e mori dokumentin, e nxori jashtë sallës Gerti Bogdani, po përsëri brenda mjediseve të Kuvendit. Ama deklarimi publik i kryetarit Kuvendit ishte që kjo marrëveshje do të lexohet në sallën Gerti Bogdani. Pastaj i keni parë të gjitha ato pamje, sepse ka një lidhje shkak pasojë, të gjitha ato pamje të rënda, që mua s'më mbetet gjë tjetër vetëm se t'i uroj punonjëses tonë, këshilltares tonë, që dje u lëndua nga ky veprim, shërim sa më të shpejt dhe sinqerisht uroj që kjo të mos ndodhë më. Ndërkohë deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Korreshi kundërshtoi mënyrën se si u administrua dokumenti.
Pas mbledhjes së sekretariatit të etikës ku vendos përjashtimi i shehajt, ai e cilësoi të papranueshme procedurën e ndjekur dhe hodhi poshtë pretendimet e mazhorancës se deputetët kishin pasur mundësi ta konsultonin marrëveshjen përpara votimit. Ndryshe nga fjalët e shokut Niko, i cili na tha që kundrejt firmës së konfidencialitetit, ne mund të merrnim akt marrëveshjen dhe ta konstatonim, gjetëm një realitet krejt kundërt, kur jo vetëm që s'mund ta merrnim, po duhet vjeshim radhë vajguri edhe që 40 deputet për ta lexuar një nga një akt marrëveshje, gjë që s'është normale. Pra, në qoftë se ke një punojës të shërbimit të parlamentit, i cili mund të mbaj, të asistoj, të mbaj, mund të ketë ajo mundësin, si pretendohet që mund të filmoni deputetët, po një sekretar apo sekretare nuk e ka këtë drejt, a nuk e ka këtë mundësi kur është vetëm aty, kështu që kjo është një prallë me bisht, nuk ka qenë dokument sekret, por konfidencial, që ndryshon absolutisht. Rriten aksidente të rrugore në 6 mujorin e parë të vitit. Tirana mban numrin më të lartë të rasteve. Aksidentet rrugore në vend kanë shënuar rritje gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2026. Të dhënat paraprake të publikuara nga Instat tregojnë se nga janari deri në qershor janë regjistruar 679 aksidente ose 6.8% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritja është reflektuar edhe në muajin qershor, kur u regjistruan 132 aksidente rrugore nga 107 që ishin në qershor të vitit 2025. Si pasojë e tyre, 186 persona mbetën të vrarë ose të plagosur, kundrejt 140 në të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Në total, gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti, numri të vrarëve dhe të plagosurve arriti në 952 persona nga 883 që ishin në të njëjtën periudhë të vitit 2025. Sipas Instat, shkaku kryesor i aksidenteve mbetet sjellja e drejtuesve të mjeteve, e cila ka ndikuar në 93.9% të rasteve të regjistruara gjatë muajit qershor. Grup mosha 35 deri në 44 vjeç përbën përqindjen më të lartë të drejtuesve të përfshirë në aksidente me 28% të totalit. Tirana vijon të jetë qarku me numrin më të madh të aksidenteve, duke regjistruar 277 raste dhe 345 persona të vrarë ose të plagosur. Pasaj renditen Lezhë me 74 aksidente dhe Vlora me 67. Të dhënat tregojnë gjithashtu se 1 në 4 aksidente ndodh në intervalin kohor nga ora 19 deri në 24. Dita me numrin më të lartë të aksidenteve rezulton të jetë e marta. Instat thekson se këto të dhëna janë paraprake edhe mund t'i nënshtrohen përditësimeve. Policia u bën thirrje qytetarëve që të kenë kujdes nga mashtrimet pasi vjedhin llogarit në WhatsApp. Policia e shtetit u bën thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar ndaj tentativave të mashtrimit kibernetik, të cilat synojnë marrjen e kontrollit të llogarive në WhatsApp. Sipas njoftimit zyrtar, janë konstatuar raste të qarkullimit të mesazheve dhe lidhjeve mashtruese, përmes të cilave autorët përpiqen të përfitojnë akses në llogaritë e përdoruesve. Zakonisht këto mesazhe paraqiten si kërkesa për të votuar në një konkurs ose për të konfirmuar një veprim të caktuar. Pas klikimit të linkut, përdoruesit u kërkohet të vendosin kodin 6 shifror të verifikimit të WhatsApp. Ky kod përdoret nga mashtruesit për të regjistruar llogarinë në një pajisje tjetër dhe për të marrë kontrollin e saj. Për të shmangur raste të tilla, policia e shtetit këshillon qytetarët të mos klikojnë në linke të dyshimta dhe nëse ato dërgohen nga persona të njohur, si dhe të mos ndajnë në asnjë rast kodin e verifikimit të WhatsApp. Gjithashtu rekomandohet aktivizimi i funksionit two-step verification në aplikacion si një shtesë sigurie. Në rast se ekziston dyshimi se llogaria është komprometuar, qytetarët duhet të veprojnë menjëherë për rikuperimin e saj dhe të njoftojnë kontaktet e tyre. Policia e shtetit thekson se mbrojtja e të dhënave personale dhe kujdesi gjatë përdorimit të platformave online mbeten mënyra më efektive për të mbrojtur nga mashtrimet kibernetike. Partia Lëvizja Vetëvendosje në Kosovë është sheh sinjale bashkëpunimi me LDK-n për krijimin e institucioneve. Disa ditë para seancës konstituive, marrëveshja politike ende mungon. Ndërsa po afron seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës, skena politike vijon të mbetet në ngërç, kurse partitë ende nuk kanë intensifikuar takimet për formimin e institucioneve. Megjithatë, Lëvizja Vetëvendosje shpreh optimizëm për mundësinë e bashkëpunimit me Lidhjen Demokratike të Kosovës, pavarësisht zhvillimeve të brendshme në këtë parti.
Nënkryetari vetëvendosjes Glau Konjufca deklaroi se ndryshe nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila këmbëngul që presidenti i ardhshëm të vijë nga radhët e saj, LDK-ja është shprehur e hapur për zgjedhjen e një presidenti konsensual. Ky proces në të cilin ndodhemi ne tash nuk zgjidhet duke i dhënë synimet tona individuale dhe personale. Ky proces zgjidhet vetëm atëherë kur partitë politike ulën edhe së bashku e definojnë çka kemi nevojë dhe pastaj të arrihet kompromisi i nevojshëm. Deri tash, siç e dini ju, ka ndodhur një sër takimesh mes kryeministrit Kurti, zotit Hamza dhe zotit Abdigjiku me presidentën Osmani. Sa i përket Partisë Demokratike, është duk që nuk ka pasur shumë hapësirë për diskutim, me qenë se ata ndodhen në pozicione të njëjta, mendojnë që presidenti duhet të jetë i PD-k-s. Po Lidhja Demokratike e Kosovës ka dhënë mendimin e saj se mund të ketë një bashkëpunim sa i përket zgjidhjes së një presidenti, i cili do të ishte reprezentativ për të gjithë, i cili do të ishte një farë lloj emëruesi i përbashkët i këtyre dy subjekteve politike. Në konferencën e përbashkët për mediat me ministrin francez për çështjet evropiane Haddad, Konjufca theksoi gjithashtu se ndryshe nga herët e kaluara, në mesin e partive opozitare vërehet një vullnet më i madh për të shmangur zgjedhjet e reja. Megjithatë, pavarësisht mesazheve optimiste të vetëvendosjes, panorama politike në Kosovë mbetet e paqartë. Ende nuk ka një formulë të dakordsuar për krijimin e institucioneve, ndërsa afrimi i seancës konstituive po ushtron gjithnjë më shumë presion mbi partitë për të gjetur një zgjidhje. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.